Marka tregtare është një shenjë dalluese e cila përdoret për të identifikuar apo dalluar mallrat apo shërbimet e një biznesit nga bizneset e tjera. Si shenje të markës tregtare mund të përdoren edhe fjalë, emra, numra, logo, ngjyra dhe kombinim të gjitha këtyre elementeve, po ashtu edhe ndonjë vizatim i caktuar dhe kjo mund të përdoret atëherë edhe si markë tregtare. Ndërsa sa është i rëndësishëm për bizneset, marka tregtare është shumë e rëndësishme për bizneset, duke marrë parasysh se krijon identitetin e saj të biznesit, po ashtu e krijon edhe bën dallimin e produktit të saj në raport me produktet e bizneseve tjera. Gjithashtu me regjistrimin e markës tregtare fitohen shumë të drejta duke filluar nga fitimi të drejtës për përdorimin ekskluziv të markës tregtare, ndalimin e personave të tretë për përdorimin e saj pa autorizim. Gjithashtu është edhe në interes të biznesit për shkak të besueshmërisë së konsumatorëve, po ashtu edhe për reputacionin dhe identitetin e biznesit që të jetë sa më prezent dhe i identifikueshëm si biznes serioz dhe në raport me biznese tjera.